Territori i Kosovës për datën 17 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Në zonat malore, gjatë orëve të pasdites mund të ketë zhvillime të lehta vranësirash por pa reshje, domethënse, paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të territorit, pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe intervale me diell, temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 12 deri në 29 gradë Celsius; Podujev, 11 deri në 29 gradë Celsius; Skënderaj, 12 deri në 29 gradë Celsius; Pej, 11 deri në 28 gradë Celsius; Prishtinë, 12 deri në 31 gradë Celsius; Gjakov, 13 deri në 30 gradë Celsius; Malishev, 13 deri në 30 gradë Celsius; Gjilan, 12 deri në 29 gradë Celsius; Ferizaj, 12 deri në 29 gradë Celsius; Kaçanik, 11 deri në 28 gradë Celsius; Suharek, 13 deri në 30 gradë Celsius; Prizren, 13 deri në 30 gradë Celsius;